Për disa ditësh, Sadia Berisha së bashku me fëmijët është duke pushuar në vilën qeveritare në Dërmi, duke shijuar kështu Bregdetin e Jonit si relaksin e ditëve me diell. Deri këtu s'ka asgjë të keqe, por ende nuk dihet se me çfarë statusi Sadia Berisha së bashku me fëmijët pushojnë në një vilë qeveritare, ku në shërbim të tyre janë i gjithë stafi shtetëror. Shqetësim ky i ngritur nga deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe, i cili me anë të impostime në Facebook ngre pyetjen: pse duhet të pritet të mbahet e trajtohet me shpenzimet e buxhetit të shtetit në një rezidencë qeveritare? Nusja e djalit të kryeministrit. Foto që shikoni janë postuar në profilin e Facebook të Sadies, ku veç të tjerash komenton se ndodhet në vilën qeveritare në Dërmi duke pushuar, ndërsa pak kohë më parë në mediat e Rosë u publikua lajmi i braktisjes së Shqipërisë nga Sadia Berisha. Pasi, siç u komentua aso kohë, ajo ishte ndarë me djalin e kryeministrit Shkelzen Berisha, pasi ky i fundit kishte nisur një jetë të re në krah të një tjetër partnereje. Në fundjavë pranë këtyre ambienteve të vilës qeveritare ka shkuar edhe kryeministri në ikje Sali Berisha, i cili përveç se ka pushuar, ka zgjedhur të thyejë edhe një tjetër rekord të notit, siç tashmë e ka kthyer në traditë e përvitshme.